Një qëndrim i ri është mbajtur kundër përpjekjeve të qeverisë italiane për të rregulluar emigracionin. Të herë ky qëndrim vjen nga avokati i popullit për të paraburgosurit. Raporti u publikua sot pasi u dërgua prefektit të Romës Lamberto Giannini, drejtores së Departamentit për Liritë Civile dhe Emigracionin e Ministrisë Brendshme Rossana Arabuano dhe për informacion garantuesit kombëtar për të drejtat e personave të privuar nga liria. Siç dihet, qendra në Gjadër është nën përgjegjësinë e prefekturës së Romës dhe për këtë arsye bjen në jurisdiksionin territorial të garantuesve të paraburgosurve të rajonit të Lacios dhe të kryeqytetit të Rom, të cilët e vizituan atë më 29 dhe 30 korrik të këtij viti. Por çfarë rekomandojnë në thelb garantuesit e të burgosurve? Vlerësojmë papërshtatshëm transferimin e njerëzve nga qendrat e kujdesit shëndetësor italiane, qendrën e kujdesit shëndetësor në Gjadër, qendrat kujdesit shëndetësor që nuk janë të mbipopulluara. Këto transferime përveç se kanë një kosto të konsiderueshme për buxhetin publik, ndërlikojnë më tej komunikimin midis të burgosurve dhe rrjeteve të tyre në tokën italiane, duke kompromentuar ndjeshëm të drejtën e tyre për mbrojtje. Të martën e 29 korrikut, kur garantuesit hyn për herë të parë në CPR, kishte 28 të ndaluar, më 30 korrik kishte 27, pasi një shtetas pakistanez ishte transferuar në Itali atë mëngjes para mbërritjes së garantuesve. Të ndaluarit e pranishëm në kohën e vizitës ishin kryesisht nga Algjeria, Senegali, Pakistani, India dhe Ghana, sipas të dhënave të ofruara nga organi menaxhues që kur qendra Gjadër filloi të përdoret si qendër kujdesi ndaj të moshuarve në prill të këtij viti, 140 persona kanë kaluar nëpër të dhe 113 janë larguar, 40 për shkak të mosgjatjes së ndalimit të tyre, 37 për shkak të riadhesimit, 15 për shkak të papërshtatshmërisë mjekësore për ndalim, 7 për shkak të njohjes së mbrojtjes ndërkombëtare dhe të tjerë për arsye të ndryshme, të tilla si transferimi në qendra të tjera në Itali ose pezullimi i urdhrave të dëbimit.